Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. 8 ushqime që rrisin nivelin e sheqerit në gjak dhe ju çojnë drejt diabetit. Është shumë e rëndësishme që të mbani nën kontroll nivelet e sheqerit në gjak nëse jeni diagnostikuar me prediabet apo diabet. Edhe nëse konsideroni veten një person të shëndetshëm, mbajtja e niveleve të duhura të sheqerit në gjak do t'ju ndihmojë në parandalimin e dëshirave dhe përplasjeve të energjisë. Megjithatë, shumica e njerëzve nuk e dinë se cili ushqim mund të shkaktojë rritje të niveleve të sheqerit në gjak. Ja cilat janë 8 ushqimet. 1. Pije freskuese. Pijet e gazuara freskuese janë plot me shurup mistri me fruktozë të lartë, si dhe sheqerna të tjerë shtesë që mund të rezultojnë në një rritje të papritur të niveleve të glukozës në gjak. Ndërsa disa pijet e gazuara dietike mund të jenë pa kalori, ato ende kanë aftësi të ndikojnë në ndjeshmërinë tuaj ndaj insulinës. Sheqeri në pijet e gazuara godet menjëherë gjakun tuaj, pasi pijeve të gazuara u mungojnë fibrat, ndaj ju japin kriza për të ngrënë. 2. Buka e bardhë. Disa bukë janë më të shëndetshme për ju se të tjerat. Buka e rafinuar dhe e bardhë mund të rrisë ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak. Nga ana tjetër, ndikimi i bukës me drithra është më gradual për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave. Kjo ndihmon për të stabilizuar nivelet e sheqerit në gjak dhe siguron një burim të qëndrueshëm energjie. 3. Ushqimet e përpunuara. Ushqimet e përpunuara janë të rrezikshme pasi ato zakonisht përmbajnë karbohidratet e rafinuara dhe sheqerna të fshehura që mund të rezultojnë në rritje të nivelit të sheqerit në gjak. Shurupi i mistrit me fruktozë të lartë dhe sheqernat shpesh shtohen në ushqimet e përpunuara për të zgjatur jetëgjatësinë e tyre dhe për të përmirësuar shijen e produktit. Sigurohuni që të lexoni etiketat në ushqimet e përpunuara për të shmangur çdo sheqer dhe karbohidrat të fshehur. 4. Pavarësisht përhapjes së tij në shumë pjata, orizi i bardhë është në të vërtetë mjaft i keq për ju. Është i lartë në karbohidrate dhe i ulët në fibra, e tretet menjëherë dhe shndrohet në këtë mënyrë në glukozë. Orizi i kaf është një alternativë shumë më e shëndetshme pasi përmban më shumë lëndë ushqyese dhe fibra. Kjo rezulton në një rritje më të qëndrueshme dhe më të ngadalë të sheqerit në gjak. 5. Makaronat. Makaronat gjithashtu mund të shkaktojnë rritje të niveleve të sheqerit në gjak, pasi prodhohen nga mielli i rafinuar i grurit. Ashtu si orizi i bardhë, edhe atyre mungojnë fibrat dhe është i pasur me karbohidrate, gjë që çon në tretje të shpejtë dhe prodhim të glukozës. Makaronat e prodhuara nga drithrat ose perimet janë alternativë më e shëndetshme. 6. Fast foodet. Fakti që ushqime fast food apo hamburgerat janë plot me sheqerna, natrium dhe yndyrna të pashëndetshme nuk duhet të jetë befasi për askënd. Ushqime të tilla si pula e skuqur, patatet të skuqura, hamburgerat janë zakonisht të larta në karbohidrate të rafinuara që janë përgjegjëse për rritjen e nivelit të sheqerit në gjak. Kështu mund të përgatisni ushqim të shëndetshëm në shtëpi, më mirë se sa të konsumoni ushqime të padëshiruara me sheqer të shtuar për hir të lehtësisë. 7. Patatet e skuqura. Kur bëhen të skuqura patatet, mund të rezultojnë në një rritje të konsiderueshme të niveleve të sheqerit në gjak. Kjo është për shkak se karbohidrati aniseshte konvertohet shpejt në glukozë. Megjithatë, nëse jeni duke kërkuar për një alternativë më të shëndetshme, provoni patatet e ëmbla. Ato kanë një indeks glicemik më të ulët dhe përmbajnë më shumë fibra sesa patatet e zakonshme. 8. Lëngjet e frutave nga supermarketet. Pirja e lëngjeve të frutave është një tjetër gjë që ne të gjithë e konsiderojmë të mirë. Megjithatë, edhe lëngu 100% i frutave mund të shkaktojë rritje të niveleve të sheqerit në gjak, pasi ato nuk përmbajnë asnjë nga fibrat që gjenden në fruta të plota dhe për këtë arsye, sheqeri absorbohet menjëherë në qarkullimin e gjakut. Ju mund të ndihmoni në minimizimin e këtij ndikimi duke holluar lëngun tuaj me pak ujë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.